e kena pa një video që u po super viral me stresin. Qa ndodhi me të vërtet me këtë video? Qka ka ndodhë mes ju e dyve? A jeni miq? Apo si që ndronë puna juj? Pat komente, kështu kundërthonëse. Pat, jo është video që pas një problemi, jo është video që është bo me qëllim për një bashkëpunim që ka me ardhë. Si që ndronë këtu e vërteta, o... Joz, na nuk e dim, në thonë, të kena këtu, sonde kena me të pytë këgja shumë, kështu mës me të shu se për herë të pare ki dhe s'djetë kur vjenë mama ndej në Prishtinë me të bo në emision këtu. Të vërtetën, ku ma halli këtu? Të vërtetën nuk mundena me interpretu tani. Djali është artist. Okej. Pa tjetër? Është djali mirë. Pa tjetër? I shtëpisë mirë. Pa tjetër? Pa tjetër, si çdo njeri gabon. Po nuk është mirë me gabu me mu. Qa i bjen kja nuk është mirë me gabu me mu? Se më thonë qofë se unë po e nëzonë po gaboj, qka më gjerë me mu? Spishtim tjetë në këtë mes. Unë e ti. Do e marrë shkakun tanë. Sepse si për të mirë, si për keq. Nuk është kjo vetëm për të keq. Po unë asnjëherë, duke nis nga vetja ime, nuk kam për qëllim me arrit diçka duke hedh balt mbi imazhin tam. Okej. Mbi emrin tam. Okej. Dhe unë jam një njeri që nuk i harroj gjanat. Qofshin të mira, qofshin të këqija. Dhe më thonë, mali noti kështu, a? Shumë. A, shqiptari, kryt, shqiptari. Po, kur je i drejtë, Zoti e bjen vetë situatën tillë me të bëjë ty me arrit qëllimin tan. Kur je i drejtë, gjithmonë. A keni pas problem? A keni dashur me bëni bashkëpunim? Jo, tash po dal jashtë kësaj. Po. Jo bashkëpunim. Dhe secili nga këta pseudo-artistat ose kushdo qoftë ai që ka marrë guxim me qitë atë imazhin e vet, herët avon me ato dënimet përballet. Do më thonë qofë se dikush ka folë për ty, para disa mujve ti hala vazhdon me thonë që kur do shimi kena me i lado e sope. Shiko, do ketë Sqarim. Do ketë i farë sqarim. Sqarim. Amo jo dhunë, se thamë që dhuna mos është pjesë e jotja. Jo dhunë, jo. Jo dhunë jo. Do më thonë po deklarosh që dhunë mos s'ka. Ja dhuna, jo. Bravo. A e kitë shok a jo stresin? Se ju dur të përqafu aty, do më thonë, jeni miq. Nuk mundën të them këtë gjë. Nuk mundesh. Në intervistën e dytë mandej, mas një 2-3 muaj kur e bëm. Para vitit të ri kena me sqaru këto. Okej. Por secilin. Si thash, vones ka, po secili? Shtim jo. A ka shumë? Ka disa. Ka disa, a? Do më thonë ti një farformë jetu i prit veç momentin për me u taku dhe me u sqaru. Disa mënyrat ndryshme, nuk është gjithmonë. Secili e ka të mënyrën e vet. A ka shumë mënyra Jozja? Po, patjetër. Cilat janë disa për tyne për shembull? Tash nuk mund të sqaroj sepse shpëtimi për shembull, shpëtimi kam thonë që Jozi është djali gjatë 2 metra, është kështu, është kia kështu, është kështu. Shpëtimin do të më bë. Çe ku e ki për ballë ato? E ke gjetë, e ke taku. Do të më bë mu ndje keq për atë që është. Okej, domethënë më u sqaru ti po. Po. Duhet. Po jo dhunë. Jo dhunë. Jo dhunë. E thamë edhe herë. Jo, lag dhunës mo, tash. S'ka dhunë. Njerëzit bojnë gabime, por njerëz fisnik edhe kërkojnë falje dhe do i përmirësu. Patjetër. Domethënë kjo është kjo burrnia, do burrnia brenda s'ka. Patjetër. Kjo burrnia. Por shiko, shpesh herë fjala vret shumë më shumë se një veprim. Beso.
nëse ti je i guximshëm më bën një veprim kundrejt meje, sinqerisht të përgëzoj për guximin tam. Fjalën s'ta fali kur. Të ndan, domethënë. Sinqerisht, A je djalë që i falë kështu në përgjithësi? Që ti më thoi, jo, të kam shaj ditë më kështu, jo shaj kështu, në zhagonin kështu, po të kam bol keq, ama falë, vlla. personalen, po. Po, Kur hyn pak më thellë në këto temat patriotike ose në këto temat, aty ku dhe më shumë andej. aty nuk është e lehtë situata.